Shkoj me refrenin pra më mirë. Hajde ti qeti, o unë për ty papi, gotën lartë po e mbaj, i lumtur për ty qaj. Okej, faleminderit shumë. Me qenë se jemi në këto ujra, unë dua të dëgjoj edhe këngën tuaj të fundit solo, para se të realizonit këtë bashkëpunim. Këngën për atë qikën sy bëj qjeli. Si pas këtë ti. Po prandaj po e kërkoj. Se jam kureshtare të di tekstin. I pas ke pat përzim me ngjyrë gjelbërt, mos ka po. S'mujtë me ta gjetë krejt, veç bëj qjeli. Jo, se qika vim pak. Ja, unë shkon barabar, edhe pse i ke pak përzim si ngjyrë, kështu që me shumë kënaqësi do e këndoj. Tjetër në kime botën. Për ngjyrë green, gjelbërt. Qëto të përzime, a ka naj emër? Për ato më shkruaj ti tekstin, a ban? Mix. Po, okej. Tekstin, qa, e kom të pekorobi. Okej, ja, kompozitorin e kemi këtu, po harroj. Gjithsesi kjo shkon për Albanën. Absolutisht. Hajde. Qytetu me ngjyrë boj qelli, janë vetëm për mu, po më verbojnë si rezedjeli, me tu janë fiksu. Qytetu me ngjyrë boj qelli, janë vetëm për mu, po më verbojnë si rezedjeli, Urbana. Një më pare. Faleminderit, sigurisht kjo këngë shkon për gjitha vajzat, cilat kanë ngjyrë bojqelli, syt. Dhe unë shumë të veçanta i përshëndesim. Okej, inshallah këtë deklarat sështu e dëgju gruaja eme se të lashën ashtinë. Korab, karriera jote është shumë e gjatë, me shumë këngë të suksesshme, por jo vetëm këngë të cilat janë tuajat, por edhe këngë të cilat i ke shkruar e i ke punuar për të tjerët. Cili është hiti më i madh që e ke punuar për dikë dhe që ke thonë për shembull, kjo këngë është dashur me qenë kënga ime? Apo s'ka pishmane të tilla, s'ka pengje të tilla? Hitet të cilat kisha dashur me qenë të mia dhe në këngët e Ilirit. Ato të cilat unë i kam punu, kemi punu bashkë, nuk i kam punu veç vetë. Ka shumë prej tyre, nuk mund t'i doj. Kam diku një 5-6 ose ma shumë, cilat kisha pas shumë dëshirë të ishin këngët e mia, ose t'i këndoja unë për herë të parë. Për shembull, njërën prej tyre? Më e lindë rritur në Kosovë. Hajde ta dëgjojmë. Një perlë e vërtet e muzikës, një këngë që në asgjën çdo ndjenjë, çdo emocion edhe sa flas. Ajo si këngë është shumë interesante dhe tash kush e kupton muzikën, ajo është dy formale, është dy pjesore në aspektin e këndimit, kurse ka edhe një pjesë tjetër e cila është pjesa e introduksionit. Por është e krijuar në atë mënyrë e cila është dhe profesionalisht në rregull, do të thonë është e krijuar me melodia është prej Ilirit. Kjo pjesa tjetër dhe kemi realizu bashkë. Por, është shumë interesante sa bukur është e ngjitur e puthur melodia me tekstin. Ajo, dhe më thonë, është një gjetje që, po them prapë, dhe më thonë, është njerëz të cilët, sepse njerëz të talentuar, artistët, të gjitha gjanat janë këtu, rreth neve, ata që i kapin për herë të parë. E kjo është, janë edhe disa prej këngëve tjera, por kënga më e lindë e rritur në Kosovë është një. Sa që flas me njerëz isha duke thonë edhe kur më pyesin për këngën e preferuar, unë gjithmonë kryt listës se kam ëndër jetë dhe shumë e bukur. Më e lindur e rritur në Kosovë, habitën pak njerëz. Definitivisht. Se mendojnë kush e din çfarë ujra jam, po Ilir Shaqiri mbetet i jashtëzakonshëm dhe është kaq interesante se si vlera e madhe ose vula e madhe e krijimtarisë së tij të zhvilluar ndër vite, është vënë edhe tash në kohët moderne, po shoh gjeneratat e reja që jo që po i duam, po i adhurojnë këngët e Ilir Shaqirit. E keni vrejt, besoj këtë, e keni diskutuar? Unë i kam në menaxhim, si kam, është kompania që i ka, por unë i shoh, ditë për ditë analizat, shifrat, të cilat janë i vinë, dhe më thonë. Iliri është një prej artistëve që ka mbi gjysmë milioni në ditë, dhe më thonë, shikueshmëri në YouTube. Ndoshta më shumë ti nuk i di për tjertë. Në real time. Në real time. Dhe e shoh që moshat të cilin e ndëgjojnë më shumë të Ilirin, janë prej 18 deri në 34. Saktësisht. Nuk janë mosha më e madhe. Rinia. Dhe më thonë rinia. Saktësisht, në 20 vjeçart. Në 20 vjeçart. Kështu që kjo tregon. E një diçka tjetër e cila duhet me mësu ne trit, por edhe më trit se ne, është se
Gjithmonë duhet krijojmë këngë të bukura, gjithmonë duhet krijojmë këngë të cilat na përfaqësojnë bukur, të cilat ata që përmendëm fillim nuk jemi pishman nga ajo që kemi krijuar dje, sepse shumë prej këtyre këngëve nuk janë krijuar dje, po janë krijuar para 20-30 viteve. Për shembull, kënga Ëndër i Jetës është krijuar në vitin 93, 94 diku, ose kënga Ullët e mia në vitin 91-92, ose kënga Më e lindë rritur në Kosovë në vitin 2003, që i bjen 23 vite prej sot. Kënga e bukur asnjëherë nuk humb. Muzika e bukur, melodia e bukur, teksti i bukur, orkestrimi i bukur nuk vjen asnjëherë. Prandaj duhet të koncentrohemi shumë te melodia. Si është t'jesh djali i Ilir Shaqirit? Përgjithësi e madhe. Shumë përgjithësi e madhe. Është unë e kam thonë, është një det i madh që nuk kalohet. Ka ndikuar në formimin tënd artistik? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Unë kam pas fatin e madh, unë kam edhe 2 vëllezër, Artin edhe Drenasin. Dhe ata nuk merren me muzikë. Por unë kam pas fatin e madh që t'jem ditë për ditë me të. Kemi punu bashkë në studio. Kemi shkruajtur tekste, kemi bërë melodi, kemi bërë orkestrime, kemi bërë incizime, kemi punu për tjerë. Edhe, domethënë, çdo ditë kam mësuar prej tij dhe vazhdoj të mësoj. Ai ka kërkesat e larta në studio? Ta desha më thonë Davidi që ka një njeri që ka kërkesat më të larta se unë. Para se me kalu ajo pjesë, nuk e pata përfundu fjalinë, por unë seriozisht e kam shumë privilegje, kënaqësi që e kam pas mundësinë me bashkëpunu me Korabin, djalin e Ilir Shaqirit, edhe është një familje legjendare me tradita, me norma, me një kulturë shumë të veçantë dhe mendoj që duhet të jemi gjithë krenarë që ekziston një familje e tillë në Kosovë dhe 2 këngëtarë kaq të mëdhenj me një karrierë kaq të shkëlqyeshme, le të themi, edhe nuk është e lehtë dhe nuk ka qenë e lehtë që për një djalë prej Tuzit, një shqiptar të malit zi, nga majësia e madhe me ardhë dhe me bën sukses në Kosovë ose në Shqipëri. E kur jemi te familja jote, nuk ka kalu në qarqe të ndryshme pa u diskutu fakti që David Reshaj në shtyn baba se ai ka pare. Qysh i ki komentu këto deklarata dhe të kam vranë ndonjëherë, sepse në fundit ti je talent edhe... Shikon, Derim, gjithë jemi njerëz, mas ekranit ka nëherë që rrëshqet edhe pse jam mashkull ndaj pikloti, që prekemi, që din me na efektu, tani jo si më përpara, po nuk është punë e lehtë edhe e di që jam pak i paragjikuar, po mendoj që me suportin e familjes. Ti je i paragjikuar sepse ke para apo? Po edhe për gjëra tjera, por mundësinë me fol. Kjo është një prej tyre, pasi e specifikoj nderimi, është një gjë që hajtë se ky ka punët e gjërat e gatshme, këtë shtyn baba. Po njerëzit gjithmonë kanë diçka për të thënë. Kanë pas diçka për me thonë, kështu se unë mundohem me i shiju maksimalisht kushtet e mundësi që mi ka kriju baba dhe familja, po dëmtu, po shkel dikon, edhe mundohem ato me i gëzu edhe me i shiju maksimalisht së bashku me shoqëri, me familjen e afërt edhe me njerëz që i duam, dojnë edhe më rrethojnë edhe ju besoj. Kështu që nuk mendoj që rëndësia me qenë korrekt me njerëz edhe me kalu mirë, se kjo është ka mbetet kujtimet edhe gjanat e bukura që i diskutojmë edhe. Sot përfliten, paragjykohen e besa dhe kryqëzohen edhe ata që s'jon hiç në jetën publike, e lere më për njerëzit të cilët janë publik që faturën e kam shumë të madhe. A ke vujt ndonjëherë këtë pjesën e thashëthemeve, ndoshta të paragjykimeve, se kanë mujt me thonë, Korabi, po djali i Ilirit. Pavarësisht talentit, afinitetit. Ne nderim para se dalim skenë kush ka qenë i gatshëm. Unë kam pas fatin që kam babën. Ne kemi nënshkruar një kontratë me publikun. Ajo kontratë duhet shpalosesh para publikut. Deshte apo s'deshte ti. Je fytyrë publike dhe çdo gjë që bën ti, çdo shenjë që vendos këtu, ai do të përflitet. Çdo hapi joti, çdo fjale jotja. Dhe prandaj tu unis prej kësaj, unë kam qenë i vetëdijshëm, kam qenë i para përgatitur, por edhe personalisht i përgatitur që gjithçka mund të ndodhë. Po lidh pak me Davidin, kemi shumë prej kohëve të fundit artistë të cilët kanë dhënë shumë për të qenë në një pikë që kohët, ditët e fundit, prej koncerteve që i përmendëm më herët, po të tregojnë që s'kanë qenë vërtet artist. Edhe s'do t'jenë artist asnjëherë. Sepse po e lidh me kompjuterin.
kompjuteri krejt i bën, po shpirtin s'ta jep. Të gjitha mund i bën me kompjuter, sot. Po shpirti nuk ta jep kompjuteri, po se pate dhe. Mund të kesh pasurinë e botës, por ajo nuk realizohet. Shumë bukur keni fol. Unë punoj vetë në studio. Këtu më do të më ndërhy se prapë të tematika e babës e familjes, po të kishte shty nonën tëmë që është non talent për muzikë, më falë nonë. Hajtë se mora se asoj singelitati se me marrë shamu motrën se vlovë, në është ta preken. Po nona e di se s'preket. Ko të kishte pas? Ajo s'kishte dalë askun, se... Ne kemi përmend me nderimin, o e ke yllin e ball, o nuk e ke. Andaj ti mund të mundohesh, mund të sforcosh gjanat, të investosh. Kjo tash që përmeni Albana, më falë Albana, të lutem. Kjo që përmeni Albana është edhe një diçka, edhe një hap tjetër. Ti shumë artist të mirë, këngëtar të mirë, vokalit të mrekullueshme. Por po se pa të yllin ball, nuk e di pse, ti thu për shkakun për disa, po sa i mirë, po pse ky nuk, që thot populli, pse ky nuk gëdhes, pse ky s'ka sukses. Edhe ka shumë raste tilla në skenë që shkëlqejnë në interpretim, por nuk e kanë yllin dhe nuk ju ndrin ndoshta edhe fati pak. Jo për ta amnestu publikun, por në raste... Nuk është punë fati, është punë energjie. Është punë energjie. Fat, energji. Unë kam taku artistë nderim të ndryshëm që nuk kanë vokal ku me di çka. Edhe nuk këndojnë ku me di qka. Po kanë atë sharmin e kanë atë. Edhe vet jam prej atyne që i thëm veti që nuk di hala mirë me këndu. Mundohem çdo ditë me mësu. Tash po i shoh këto, po i ndëgjoj këto Tais që po bën kjo AI. Një këndim fantastik, unë po mësoj prej tyne. Kjo është një zbulim fantastik që është i kohëve të fundit, sepse ne me të vërtet po mësojmë çysh këndohet hala. Jem vokale botërore që ta këndon gjuhën shqipe mrekullisht. Njeriu sa tërnon çka që dhe mëson, isha duke thënë për me përfundu dhe pse nuk po du në këtë program e bo komentet të tepërta, jo për ta amnestu publikun, po shpesh korab nuk është që dhe s'kam pas të drejtë, se në skenë kemi parë vajza e djemë këngëtarsh, të cilët janë në skenë dhe kanë përfituar e vazhdojnë të përfitojnë vetëm për shkak të emrit të babës ose nanës tyre. Do me thonë, kanë arritur që të kenë një pozicion në skenë, në jetën publike, në përgjithësi, vetëm për shkak të emrit të prindërve të tyre. Kaq sa i përket kësaj teme, Korabi është një përjashtim i madh, sepse jo vetëm që është një këngëtar që e ka dëshmuar që është, por është edhe këngëtar i muzikës më Korab. Unë nuk mendoj që është gjë e keqe. Unë kisha dashur me pas atë fat. Jo, shumë mirë ta kesh nanën babën këngëtar dhe ta kesh talentin e të shkëlqesh, e ta kesh atë pozicion që e ke. Ata persona e paguajnë një faturë në mënyrat tjera. Me thonë drejtën, se di. Nuk e di, ka shumë për të thëmë për këtë temë, por si jemi këtu për këtë. E përmenat filtrimin që përmenat. Kjo është e filtrimi që do të bëhet. Ne kemi pas një periudhë gjatë tranzicionit, që kemi mendu që po e kryjmë ma shpejt, por nuk e krytëm. Po më duket se tash ka ardhur momenti... Edhe mu po më pëlqen shumë shoqënia sot. Unë i shoh të rritë në Evropë, shqiptarët, të cilët janë gjenerata e dytë e tretë në Zvicër, në Gjermani. Nuk janë si gjenerata e parë. Ata kanë shku me 100 probleme atje, kanë shku me 100 sakrifica. Kanë dhonë djerësën, kanë dhonë gjakun për me pru këtu, diçka. Gjenerata e re me ndë ndryshe. Gjenerata e re shkon në Gjermani, dhe pse këtu i ka kushtet shumë mira, po shkon për një ditje. Dhe edhe muzika, edhe ndëgjimi muzikës, edhe shikimi i artit, i kulturës, ta shikohet në mënyrë tjetër. Nuk shikohet që kemi shikuar atë. Është emancipimi, është bashkëpunimi, është bota digitale. Bota digitale. Po, sot nuk kemi vetëm dëgjues të denjë të muzikës, por kemi edhe një publik të tërë që do emra të caktuar edhe për shkak të dinamikave të jetës tyre private, të zhvillimeve, besa edhe skandaleve. Këta po zëmë pozicione shumë të mëdha, s'din me knu, por ka një jetë private shumë aktive dhe përfiton. Është në dasma, është në hajengje, është në diskoteka. Kur jemi të dasmat, ka filluar sezoni dasma për Korabin? Po, ka filluar. Jo që ka filluar, po më duket është në kulmin e vetë. Kjo është edhe një ndryshim tjetër, që për shembull Kosova ka... Çfarë po vrej ndryshime tek dasmat? Hajde të flasim pak. Nuk ka ndryshim. Nuk ka ndryshim, po një ndryshim tjetër është e festivalet që po bëhen në Kosovë. Ka shumë festivale që po bëhen në Kosovë. Dhe janë fantastike. Çdo bashki është tu bëm. Po, edhe përveç çdo bashki, çdo që ju thoni bashki, e themi komunë. Çdo komunë, për shembull, ka 3-4 festivale. Ka është një atje me
me një lumë, tjetëri është diku me një anjë, Kudo? tjetëri është me një bjesh, Kudo? dhe shumë interesant, dhe shumë e bukur. Dhe knajtësi shumë e marrë pjesë me qenë. Besoj se kanë qenë në kohën rinore. Jo, nuk kanë qenë. Këto kanë ardhë në bas pandemisë ndoshta, vitet të fundit, nuk ka pas ma herë. Me sa mbaj menun, nuk e di nështë të nderimi, është ma në gjarë me to. Ka pas